Ndeshja mes Flamurtarit dhe Elbasanit shënoi mbrëmjen e së shtunës edhe disa incidente dhe provokime nga tifozët dhe futbollistët miq. Disa tifozë të skuadrës së Elbasanit kanë hedhur fishek zjarr në drejtim të sektorit ku ndodheshin tifozët e Flamurtarit, duke krijuar momente tensioni dhe përplasje mes tifozërive. Situata është tensionuar gjatë pushimit të pjesës së parë, teksa është dashur ndërhyrja e policisë. Miqt janë spostuar në mesin e hapësirës së tifozërisë mike dhe në të gjitha anët janë rrethuar me efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Në përfundim të ndeshjes, e cila u mbyll me rezultatin 1-2 në favor të Elbasanit, u shënuan disa incidente në momentin kur skuadrat po drejtoheshin drejt dhomave të zhveshjes. Mësohet se kapiteni i Elbasanit Emiliano Musta, që disa vite më parë ka qenë futbollisti i Flamurtarit, ka vazhduar me provokime ndaj stafit dhe futbollistëve të Flamurtarit, të cilët po largoheshin drejt dhomave të zhveshjes. Situata u përshkallëzua edhe më tej duke degeneruar në përplasje mes lojtarëve, ku disa futbollistë e Elbasanit përdorën edhe dhunë fizike. E gjithë ngjarja është zhvilluar në tunel dhe pranë korridorit që të çon drejt dhomave të zhveshjes. Për të qetësuar gjendjen, u desh ndërhyrja e policisë. Skuadra e Elbasanit është larguar nga stadiumi i Flamurtarit në Vlorë, më shumë se një orë pas ndeshjes me ekipin vendas. Sfida u shoqërua me trazira pas përfundimit të saj dhe situata e tensionuar bëri që të pritej pak për transportin e ekipit verdeblu jashtë qytetit. Ashtu si shihet nga pamjet, forcat e policisë rreth stadiumit kanë qenë në gatishmëri derisa është qetësuar gjithçka dhe është dhënë drita jeshile për largimin e ekipit. Mësohet se policia e Vlorës do të bënte shoqërimin e ekipit deri në Levan, por një tjetër incident u shënua të shtunën në mbrëmje. Portieri Jana Çek u dëmtua duke bërë që sfida të ndërpritej teksa u bë transporti i tij për në spital. Por më shqetësuesja ishte mungesa e ambulancës së dytë, e cila erdhi me rreth 15 minuta vonesë, në një kohë që dihet se sa larg është stadiumi nga poliklinika qendrore. Vetëm pas ardhjes së autoambulancës së dytë, ndeshja rifilloi sërish.